Zoti Islami, ndërkohë që protesta vijon në bulevard, Kruja u përpi nga flakët, kryeministri është parë në jug duke pushuar nën rrezet e diellit atje dhe duke shijuar këto ditë para se të kthehet në Tiranë. Hyjmë në një sferë tjetër tani, zotëri. Në radhë parë do ta them me atë fjalën e urtë që thot populli fshati digjet e krihet. Po. Të bën Edi Rama, por ai është plotësisht i vetëdijshëm dhe në urdhrat dhe në drejtimin e tij, në dirigimin e tij, po u vihet zjarri pronave të shqiptarëve, sepse këtë urdhër ka marrë nga iluminati dhe nga masonët, të cilët duan me çdo kusht të pushtojnë Shqipërinë, të cilët duan që të vinë 2,5 milionë që fut këtu, të cilët duan që të mos ketë më shtet edhe kom shqiptar, të cilët kanë boshatisur qytetet e fshatrat e Shqipërisë dhe këtu kërkojnë ta bëjnë tokë të djegur dhe mbas meje, thot Edi Rama, zjarrit i bjerë, thot, kështu ka thënë dhe Luigi 14. Pas meje, thot, se ke parasysh, e di pse do gjineroni Romën apo jo? Pikërisht si ky sot. Pra, Edi Rama është një Neron i kohëve moderne. Do që të shkatërrojë Shqipërinë, o ta mbaj unë, thot, të vjetë unë, të bëhem unë mbret, bëhem unë domethënë i pa konkurrueshëm, i pa kritikueshëm, ose ndryshe Shqipërisë do t'i vë zjarrin dhe praktikisht po i vë zjarrin. Ka vite që gënjen për aeroplanët kanadere, janë ata që ftofin shuajnë zjarret. Jo, se zjarret i vën vetë. I vën vetë, zotëri. Zoti Islami, jugun e Shqipërisë e ka vizituar dhe po e viziton ndërkohë Richard Grenell, një nga të dërguarit dikur të presidentit amerikan Donald Trump për çështje gjeopolitike, çështje të rëndësisë parësore. Ju si shikoni vizitën e tij në jug? Dhe mendoni se mund të ketë një takim të fshet me Edi Ramën para se të mbërri dhe ambasadori i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri? Të tëra bëhen dhe ata janë në lëvizje, se është i deklaruar. Dhe pas në media që thuhet që ka ardhur bashkë me burrin e tij. Të mbetemi te vizita e tij, si e shikoni vizitën e tij në Shqipëri? Është private apo ka një mision tjetër? Ka mision tjetër, e ka misionin që digjet Shqipëria, siç po digjet. Është anti-shqiptar ajo, zotëri. E kemi fjalën në aspektin diplomatik. Diplomatik? Qa funksioni diplomatik ka ai? Qa zyrtari është? Ka qenë i dërguar i Trumpit më parë për çështje. Le të ka qenë, unë po them ç'është. Të lutem. Ka qenë e di. Çfarë është, më thuaj? Po ka influencën e tij gjithsesi. Të lutem edhe një herë. Është tani është hiçi. Pra asnjë gjë s'ka në dorë të bëj. Thjesht mund të jetë një sekser interesave të Izraelit në Shqipëri. Zoti Islami, një incident ka ndodhur në kuvendin e Kosovës ku Albin Kurti është goditur me vezë nga një prej deputetëve të kuvendit. Në këtë rast, si e shikoni Albin Kurtin? Po shkon drejt rënjes në Kosovë apo po bëhet edhe më i fortë, duke qenë se nuk po arrin të ngrejë as institucionet? Për mua po bëhet më i fortë. Po ta them unë, Albin Kurti i vuri Serbisë si norin të thana, themin atje në Kurveleshi, ose kufirin ja vuri të thana, do të them greqisht. Po son apo s'duan agjentët e Serbisë të futun në parlamentin e Kosovës, në pak punë në prish. Albin Kurti ishte në pushtet dhe do bëj atë që i thot në ndërgjegja kombëtare qytetare. Albin Kurti ishte dardan, zotëri, nuk është sërb. Unë këtë mendim kam, me që kam parë deri tani, me që ka punuar deri tani, në brëndësisë i digjerat, s'marë përgjegjësi që t'jem zëdhënës i ti. Po kam besim të ka i njeri, sepse kam parë që bëri disa veprime që anulloj njerë zajedinicat edhe ato pislëqet që na bëri, po na bën Edi Rama këtu tani që kërkon të heqi, të zhduk bashkinë e Konispolit, të zhduk të japë fuqi të pafundme grekëve, sikur se pas dje një video që një shqiptar, një greko-amerikan me biemër Zervo në Sopik të Pogonit kishte inauguruar një fuqi druri,
nga ato fuqitë e mëdha të butet e mëdhenj, se ai ka qenë zanati atyre Varelxhi, kanë bërë varela, domethënë fuqi, dhe tha tradita jonë vazhdon kështu, tha atjere dhe tha që ne jemi do ta bashkojmë kombin grek me tërësinë e tij. Tërësisht racist dhe armik i këtij vendi. As shërbim sekret s'ke, as polici s'ke, as polici kufitare s'ke, as bashki s'ke, as një gjë s'ke. Ata vinë e bëjnë si u do qefi këtu. Kjo është situata lidhur me vizitën e Grenellit që më theti. Në këtë rast, ju si mendoni çfarë fshihet pas sulmit ndaj Albin Kurtit në kuvend, apo është thjesht një incident i rastit? Jo, nuk është e rastit. Nuk është e rastit. Por di që Albin Kurti ka më tepër se gjysmën e popullit të Kosovës me vete. Se di. Dhe kjo më bind që anti-shqiptarët në Kosovë nuk do fitojnë dhe do zgjidhet problemin në interes të Kosovës. Zoti Islami, me këto që po ndodh në Shqipëri, mënyrën si po qeverisë Edi Rama dhe gjithë korrupsionin galopant që shfaqet në skandal pas skandali, a mendoni në këtë rast se Greqia është duke fërkuar duart sa i përket interesave të saj? Pa dyshim, ka agjenturën e saj Greqia këtu, ka nxitësit e saj, i ka bërë të tëra. Dëgjoj, Greqia bëri një aleancë me Kiprën dhe me Izraelin, që do të thotë lobi qifut dhe grek, që janë nga lobet më të fuqishme në Amerikë, këtu po lozin atë rol që u ka ngarkuar me Galilea. Po çfarë interesash konkrete ka Greqia? Të kam marrë jugun, hajdeni më të shikoni se që bëhet një jug. Të kam thënë disa herë, merë kamerën, hajdet, të bëjmë një gjiro në gjithë jugun e Shqipërisë, sikosh. E kam marrë jugun e Shqipërisë, çfarë bëhet, komandojnë vetëm interesat greke, as kusht tjetër. Që do të thotë? E kam marrë. Që do të thotë kemi mbaruar në jug. Ska shtet, ska pushtet, ska nuk ka vigilencë në interes të në interes mirë them të kombit shqiptar dhe të popullit shqiptar dhe të shtetit shqiptar. Ata bëjnë atë që u do qefi. Dje, të thash, në atë videon kishte ardhur një këngëtar, një bastard grek, një Savasiatras që nuk ka lënë kënga shqiptare para aty në Greqi, dhe këta e pranojnë aty. Këta e pranojnë. Dhe bëjnë si u do qefi atyre, të pasqetësuar, të pa fare nuk u tha njëri ore ç'është kjo që po bëni. Ku është prefekti Gjirokastrës? Ku është kryetari i bashkisë Gjirokastrës? Ku është shërbimi sekret në Gjirokastër? Ku është policia e shtetit në Gjirokastër? Ku është drejtori i policisë Gjirokastër? Çfarë po bën me këto ngjarje? Këtë po pyes. Megjithatë, unë jam një zënë shkretir, sepse shteti në jug nuk ekziston, zotëri. Zoti Islami, të rikthehemi sërish te Edi Rama, për të cilin një gazetar gjerman, Walter Mayer, ka deklaruar se ai është kërcënuar me telefon nga vet Edi Rama në një shkrim që ka realizuar në Der Spiegel mbi qeverisjen e kryeministit Edi Rama. Dhe nga ana tjetër ai thekson se perëndimi e mbivlerëson ca si shumë Edi Ramën, madje e përkodhel. Në këtë rast, duke nisur nga protestat, a mendoni se tashmë i ka rënë imazhi Edi Ramës në botë dhe nisur nga këto deklarata të këtij gazetari, do të kemi një degradim të Edi Ramës dhe rënje të tij nga pushteti? Ai praktikisht ka rënë dhe ka mbaruar, as autoritet s'ka, as integritet s'ka, as besueshmëri s'ka asnjë gjë, na këto i ka humbur këto. Ai thjesht tani rrin pushtet se si këndot. Shqip. Opozita po është me të. Po në këtë rast ku e gjen guximin që kërcënon përmes telefonit një gazetar të huaj? Aq më tepër gjerman.
Ka mira spion që qarkullojnë në Evropë. Dhe gazetari gjerman e di këtë gjë, që mund t'i bëhet çfarë do lloj atentati. Pse? Sepse Edi Rama ka Daj Kokalin, është i mbështetur tek Amerika. Dhe thot Amerika jemi kundër tij, është e vërtet. Amerika mori Sazani zotëri. Amerika nëpërmjet çifutëve mori dhe Zvërnecin, janë të tërat Amerikës këto. Po s'ka marrëveshje zyrtare në këtë rast. Jo të tëra bëhen zyrtare zotëri. Hajde të shkojmë bashkë në atë ku del nafta në malin e Shpiragut. Hajde, shikosh ku shkojnë dy pucët atë ku shkon nafta. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, edhe pse në kushte shumë të vështira atmosferike, se temperatura është 39 gradë sot tani që flasim bashkë këtu. Gjithë të mirat. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.